Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi. Sot energjia jote është e fortë dhe do ndihesh i motivuar për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon vendim të shpejt, ndaj dëgjo intuiten. Në marrëdhënie personale mund të ndihesh nevojën të shprehesh më hapur me partnerin ose miqet. Nëse je beqar, një njohje e papritur mund të tërheqë vëmendjen. Financat kërkojnë pak kujdes, shmang shpenzimet impulsive. Shëndeti është i mirë, por stresi mund të rritet nëse merr shumë përgjegjësi një herësh. Demi. Kjo ditë sjell nevojën për stabilitet dhe qetësi emocionale. Në punë mund të përballesh me disa detyra që kërkojnë përqendrim dhe durim, por rezultatet do të jenë të kënaqësh nëse nuk nxitohesh. Financat duken të qëndrueshme, megjithatë është mirë të planifikosh shpenzimet për ditët në vijim. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të forcojë lidhje me partnerin. Nëse je beqar, mund të ndjesh interes për dikë që të ndan të njëjtat vlera me ty. Binjakët. Sot mendja jote është e mbushur me ide dhe dëshirë për komunikim. Në punë mund të lindin mundësi për bashkëpunime ose projekte të reja që kërkojnë kreativitet. Aftësia jote për të shprehur mendime qartë do të ndihmojnë të fitosh mbështetjen e të tjerëve. Në marrëdhënie personale mund të ndjesh nevojën për biseda të thella që sqarojnë disa keqkuptime të mëparshme. Nëse je beqar, një bisedë e rastësishme mund të shndërrohet në diçka më interesante. Gaforja. Energjia e kësaj dite të shtyn të fokusohesh tek ndjenjat dhe stabiliteti emocional. Në punë mund të ndjesh nevojën për më shumë siguri dhe qartësi në planet afatgjata. Mund të lindë një bisedë e rëndësishme me një koleg ose e pror që të ndihmon të kuptosh më mirë drejtimin e ardhshëm. Në dashuri, atmosfera është e ndjeshme dhe romantike. Partneri mund të kërkojë më shumë përkujdesje dhe mirëkuptim nga ana jote. Luani. Kjo ditë të sjell dëshirë për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të treguar aftësitë tua. Në punë mund të kesh mundësi të shfaqesh talentin ose të marrësh një rol më të rëndësishëm në një projekt. Vetbesimi yt do të ndihmojë të bindesh të tjerët për idetë e tua. Në dashuri, pasioni është i fortë dhe marrëdhëniet mund të bëhen më intensive. Partneri mund të presë më shumë vëmendje dhe kohë nga ana jote. Virgjëresha, sot mund të ndjesh një nevojë të fortë për organizimin tënd. Në punë, kjo është një ditë e mirë për të përfunduar detyra të rëndësishme ose për të rregulluar detaje që të tjerët mund t'i kenë lënë pas dore. Analiza dhe përqendrimi janë pikat e tua të forta sot. Në marrëdhënie personale, mund të ndihmosh një mik ose familjar me një këshill të vlefshme. Në dashuri, komunikimi është i rëndësishëm. Peshorja. Energjia e ditës të shtyn të kërkosh harmoni në çdo aspekt të jetës. Në punë, mund të jesh ndërmjetësues në një situatë ku nevojitet diplomaci dhe qetësi. Aftësia jote për të parë të dy anët e një problemi do të vlerësohet nga të tjerët. Në dashuri, kjo është një ditë e mirë për të kaluar kohë cilësore me partnerin dhe për të forcuar lidhjen emocionale. Akrepi. Sot mund të ndjesh emocione të forta dhe një dëshirë për të kuptuar më thellë situatat rreth teje. Në punë, mund të zbulosh informacione ose detaje që të ndihmojnë të marrësh një vendim të rëndësishëm. Intuita jote është shumë e fortë dhe duhet t'i besosh. Në dashuri, marrëdhëniet mund të bëhen më intensive dhe kërkojnë sinqeritet të plotë. Nëse je në një lidhje, mund të lindë një bisedë e rëndësishme që të sjellë më shumë afërsi. Shigjetari. Kjo ditë sjell dëshirë për aventurë dhe zgjerim të horizonteve. Në punë mund të lindin ide të reja në lidhjen me projektet afatgjata ose me mundësi për të mësuar diçka të re. Optimizmi yt është ngjitës
dhe mund të ndikoj pozitivisht dhe te kolegët. Në dashuri, energjia është e hapur dhe spontane. Nëse jeni në një lidhje, mund të planifikoni një aktivitet të ri së bashku. Britsjapi, sot mund të ndihesh i fokusuar tek përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata. Në punë, mund të përballesh me detyra që kërkojnë disiplinë dhe durim, por përpjekjet e tua do të japin rezultate. Një bisedë me një epror ose koleg mund të hapë rrugë për mundësi të reja në karrierë. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ana jote. Ujori, energjia e ditës të shtyn të mendosh ndryshe dhe të eksplorosh ide inovative. Në punë, mund të kesh një moment kreativ që të ndihmon të gjesh një zgjidhje të re për një problem të vjetër. Bashkëpunimi me njerëz që ndajnë vizionin tënd mund të jetë shumë produktiv. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë pak më shumë spontanitet dhe hapje emocionale. Nëse jeni në një lidhje, një aktivitet i pazakont mund të sjellë shumë gjallëri. Peshqit, sot ndjeshmëria dhe intuita jote janë më të forta se zakonisht. Në punë, mund të kuptosh më lehtë emocionet dhe qëllimet e njerëzve rreth teje, gjë që të ndihmon në bashkëpunim. Kreativiteti është i lartë dhe kjo është një ditë e mirë për aktivitete artistike ose projekte që kërkojnë imagjinat. Në dashuri, atmosfera është romantike dhe e butë. Nëse jeni në një lidhje, mund të kaloni momente shumë të veçanta me partnerin. Nëse je beqar, një njohje e re mund të lindë përmes një situate të papritur ose një bisedë të sinqertë. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos nëse ndihesh i tunduar të shpenzosh për të kënaqur të tjerët. Shëndeti është i mirë, por është e rëndësishme të mbrosh energjinë emocionale. Një aktivitet relaksues si arti, muzika ose meditimi mund të ndihmojnë të gjesh qetësi. Dhe si përfundim, kjo ditë sjell një përzierje interesante energjive për të gjitha shenjat e zodiakut. Disa shenja do të ndihen të motivuara për të vepruar dhe për të marrë iniciativa të reja, ndërsa të tjerat do të kenë më shumë nevojë për reflektim dhe qetësi emocionale. Është një moment i mirë për të vlerësuar prioritetet personale dhe për të kuptuar se cilat fusha të jetës kërkojnë më shumë vëmendje. Marrëdhëniet personale luajnë një rol të rëndësishëm sot, pasi komunikimi i sinqertë mund të zgjidhë keqkuptime dhe të forcojë lidhjet me njerëzit e afërt. Faleminderit që na dëgjuat deri më tani. Na bëni një like dhe subscribe për më shumë video në vazhdim dhe shkruani në komente se cila shenjë horoskopit jeni ju.